takimi i djeshëm ne konsideroj që vetëm e ka shpërfaqë edhe njëherë nevojën për komunikim ma zgjerum politik, po mendoj që po ashtu e ka shfaqë edhe një hipokrizi. Do më thonë, ka subjekte politike të cilët na kanë linqu edhe zotin Limaj për prononcimet edhe nevojën që e diskutoj para 3 muajsh për këtë tavolin, do më thonë, bisedimësh. Mirë po dje u pa që u përgjigjen ftesën të njëjtët, ju përgjigjen ftesës. Të besojmë që ka me prodhu diçka tjetër, sepse ka qenë vetëm takimi i parë, pra për herë të parë jam mbledh kreat me bisedu për ngërqin politik që u kriju mas ndryshimit të procedurave të votimit në kuvend. Pra ne kemi pas një votim për kandidaten me të drejtë që e ka propozuar subjekti i parë politik, mirë po në mungesë të shumicës parlamentare nuk është kërku një konsenzus. Pra në moment kur partia e parë politike nuk e ka shumicën, atër vjen në pyetje konsenzusi. Konsideroj që për këtë arsye do të me pas na, si deputet shumë kujdes se qysh sillim në situata edhe kur jemi në opozit edhe në opozit, sepse vjen një moment kur nevojiten votat jo vetëm subjektin tonë politik, mi po ka pozicionet të cilat nevojiten me pas kompromise edhe nga subjekte tjera politike. A konsideroni që bën shkelje kushtetuese ata që marrin sot pjesë në votim të fshehtë, me qenë se zonja Gjiu paralajmëroi se do të vazhdohet aty ku ka mbetur përkatësisht në votimin e komisionit? Unë konsideroj që nëse duhet me dalë në një votim të fshehtë, duhet me marrë vendim seanca, pra shumica e deputetëve në seancë kanë të drejtë me ndryshu mënyrën e votimit. Mirë po në një proces, kur fillon votimi edhe nuk ka pas paracaktume gjatë mbledhjes konstituive, kur është dashur në prill me ndodh kjo, atëherë është edhe shkelje kushtetuese, sepse askush s'ka të drejtë me ndryshu mënyrat e votimit kur fillon procesi votimi brenda seancës. Unë nuk e di se çysh partitë politike kanë me marrë një vendim, mirë po edhe njëherë pra shfaqet nevoja që të ketë një marrëveshje politike dhe të krijohet shumica parlamentare. Në momentin kur kjo shumicë ka mu kriju, atëherë na nuk e di, por mendoj që brenda 2-3 ore mundet mos zgjidhet edhe çështja e kryekuvendarit edhe çështja e qeverisë. Edhe për këto kemi thirrë. Unë mendoj që ndoshta në një moment edhe duhet më shpërfaqe edhe nevoja që presidenti me vepru, mirë po unë besoj që është në dorën e subjekteve të mëdha politike. Pra, nisma e ka shfaqë qysh para 3 muajve nevojën edhe gatishmërinë që duhet me ndihmu vendin në këtë ngërç politik. Zoti Limaj para 3 muajsh e ka thonë këto që mbram ju përgjigjen djetë të gjithë lider politik, ndërsa në këtë moment mendoj që kjo s'mjafton. Pra duhet më ul subjektet e mëdha politike me gjetë një konsenzus, por duhet me pa situatën mas shumë të përgjithsinë e ka situatën e ka në dorë, domethënë partia e parë politike, që është tash vetëvendosja. Pra kur s'ke numra, duhet më ul me bisedu me subjekte politike edhe me gjetë një konsenzus. Faleminderit shumë.